ata që i kanë mbashtru shejtani, që kanë shku pas shejtanit, ku e kanë vendin? Ata që kanë shku pas Kur'anit, pas pejgamberit, ku e kanë vendin? Fil gjenne. Ata që kanë shku pas epshit, interesit, shejtanit, nefsit, ku e kanë vendin? Fis sa'ir, në gjahnem. Kur do të përfundon e keqja dhe më e keqja do tjetë se shejtani do t'ju mbaj një ligjerat atyre që e kanë ndjekur shejtan. Ligjerat mjerimi. Wa qala shejtanu lemma qudiya al-amru. Allahu dhul Gjelal thot, do të thot shejtani kur të përfundoj mo çështja, inni wa'adtukum fa akhlaftukum. Do të hip në një mimber prizari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, në xhehenem shejtani do t'i ngrihet një bin, prizari, dhe do të hip shejtanin mbin dhe do t'ju mbaj fjalim ushtarëve vet, të mbashtruarve që i ka mbashtruar, do t'ju mbaj një fjalim mjerimi, inni wa'adtukum fa akhlaftukum, inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi. Allahu ju ka premtu premtim të vërtet. Allahu ju ka premtu, pejgamberi ju ka spjegu premtimin e vërtet. Ai që shkon rrugës Allahut dhe rrugës pejgamberit e ka vendin atje në lumturi. Allahu ju ka premtu, por ju se keni ndëgju. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Unë ju kam premtu, po ju kam mbashtru. Allahu ju ka premtu dhe ka realizu. Allahu premtimin e vetë ka realizu. Shejtani vetë do të thot, wa'adtukum fa akhlaftukum. Unë ju kam premtu, po ju kam mbashtru. Me çfarë logjike nuk e keni ndjekur premtimin e Allahut që ju ka kriju, që mend dituri ju ka dhonë, që gjitha të mira, me gjitha të mira ju ka furnizu, nuk e keni besu premtimin e Allahut, po premtimin tim. Subhanallah. Wa'adtukum fa akhlaftukum, wa ma kana li alaykum min sultan. Do t'ju thot atyre, unë nuk kam patur do një forcë, nuk kam pas do një pushtet mbi ju, vetëm ju kom mbashtru. Wa ma li alaykum min sultan, nuk kam pas pushtet, vetëm vezvese ju kam dhënë, ju kam mbashtru. Fastajabtum li, dhe ju më jeni përgjegj mua. Gjitha ato argumente kuranore, gjitha ato argumente pejgamberike, gjithë këtë trunë të kulluar që Allahu ja ka dhënë njeriut, edhe prap mbashtrohet. Subhanallah. O vllai dashur, është një zakon i vozicit. Kur vozitin, kur shofin, ja ndeshe, ja kallabëllëk, ja sabraqaj, diçka, çka bëjnë? Blindirate, blindojnë. Ja bon me isharetat, ajo është solidariteti i vozicave, i kallëzon njëri tjetrit, edhe si të blindon 1, 2, 3, ti thua ka dale. Ja ndal pak shpejtësinë, edhe bosh shumë i kujdesshëm se të kanë blindu vozicat. Po Kurani Kerimi sa është të na blindu neve, sa është të na tregu neve, se jetu shku në rrezik, mos bën gjuna, se një ditë do smuhesh, një ditë do vdesish, një ditë do dalsh para Allahut dhul Gjelal. Gjithë ki Kuran edhe prap vazhdon në atë shpejtësi, pa kontrol, po Kurani që të thotë nga dal. Kurani Kerimi që të thotë ndalu se gabim je, vazhdon. Pra shejtani do ta thot fjalën e vet, fastajabtum li, ju më jeni përgjegj mu, edhe unë do të thoshet jam habit, si më keni marë mbrapa mu. A keni pas mend? E fundit, fala talumuni wa lumu anfusakum. Mos më shani mua, por shani vetë. Mos më mallkoni mua, se i mallkuar është. Mos më mallkoni mua, unë jam i mallkuar, do të thotë shejtani. Mallkoni veten e juaj që keni shku pas të mallkuarit. E ai që shkon pas të mallkuarit është i mallkuar.
Ai që shkon pas të bekuarit, ai është i bekuar. Andaj, do të thot, as unë nuk mund t'juve t'ju ndihmoj, as ju mua. U krij, mos pritni prej mua. Mos më shani mua, shanje vetin. Inni kefertu bima ashraktum bi, unë e mohoj ata që ju më keni shoqëru, më keni ndëgju, unë i bini qarë, unë nuk e pranoj, vete keni zgjedh. Allahu dhul Gjelal ne tregon o vëllezër të dashur këtë situatë shumë qartë, se fjalimi i shejtanit në mimberi, në binën e zjarit, do t'ju drejtohet atyre që e kanë djek, që i kanë shku mrapa, ata do të bëhen pishman, mjerimi do t'jeti math, po nuk do të bën dobi. A ditë pendimi, mjerimi, vajtimi, nuk ban dobi. E kur ban dobi pendimi, sot vllajdashur. Nëse të kam bashtru shejtani thuj, e audhu billahi minash shejtanir rajim, dhe e pja besën vetë vetës, e pja besën Allahu dhul Gjelal, se ma nuk e ndjeki shejtan.